Mirë po donë mu ju të regu pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe praktikisht se këto punë po nuk u bën me përgjësi, po nuk e ndiju muslimani përgjësin që ka me dhonë para Allahut ditën e gjykimit, ka me dalë gjykate korruptuar, ka me dalë shkollë e cila jep gjithçka pos mësimit, ka me dalë mjeksi e cila ofron gjithçka pos shërimit dhe kështu me radhë. Andaj xhamia në kohë pejgamberit alayhi salatu wassalam i përfaqësonte të gjitha institucionet e sotit. Ishte qeveri, ishte kryeministri, ishin ministri, ishin kazerma dhe vend prej ku edhe mirë mësimi, gjithashtu ishin edhe shkolla po dhe spital. E përmendin populli shtëpia bëhet, është kallaj mu po duhet mu mojt. E duhet mu mojt. Ndërsa mohet, ashtu që nga mësua Allahu që me qenë sinqert me Allahun, sinqert me veten, sinqert me familjen, sinqert me vendin ku punojmë ku. Edhe ku jetojmë me vendin tonë që s'kemi vend tjetër pas këtina. S'kemi ku shkojmë, që është vendi jonë. Sado që punojmë, sado që e rënojmë, sado që e lulëzojmë, çado që i bojmë është vendi jonë që tu kena me jetu. Që tu kemi me jetu, s'kemi vend tjetër. Këtu na ka falë Allahu i lartësuar, edhe këtu do t'jemi me lejen dhe ndihmën e Allahut të lartësuar, nëse jemi të bashkuar, nëse jemi të afruar, punojmë sinqerisht, larg interesave klanore, larg interesave të ngushta, larg interesave edhe etjeve, ambicjeve personale për mu pasuru, ose me zhvat, ose me u korruptu, ose format të tjera. Nëse veprojmë kështu me lejen e Allahut kemi me qenë të fortë.